Ama kur të thejet zemra, shumë gatë nuk shnoqën. Në ditë sotit, shumë njerëz ja thejnë njëri tjetrit zemrën edhe shqit se ka dajnë. Kush dhem ma shumë, a dhem lëndimi i trupit, a lëndimi i zemrës edhe i shpirtit. Nashta me herë e vram kraj, dhem apo, ama vend të rikuperu, edhe vjen të shnosh. Ama kur të thejet zemra, shumë gatë nuk shnoqën. Në ditë sotit, shumë njerëz ja thejnë njëri tjetrit zemrën edhe shqit se ka dajnë. Shumë ditë sotit ja thejnë shpirtin, me tradhti, me fjalë pisafta, me fjalë që se kënaqin Allahun. Me shumë vepra ja thejnë dikujt zemrën dhe shpirtin, edhe ki po, s'une shnosh zemrën tonë dhe shpirtin tanë gatë. Krajnë, nashta e lëndon e ban gjak dikun, botë kore, luftojnë ato që janë ai sistemi mjekësor që të regon që luftojnë brenda, e din mjekët ma mirë, luftojnë edhe shnoshët për një periudhë, të ndoshta e kitë vrame dikun dorën, po se ndinë, apo. Ama, kur lëndosh shpirtrisht, edhe kur lëndosh në zemër, dije se shumë gatë, ama shumë gatë, kime luftu qatë edhe s'kim mujtë mu shnosh. Për qëta, kini kujdes kur e lëndoni dika në shpirt. Ama kini shumë kujdes. Se ndoshta në trup e lëndoni ka përcen, ama me lëndu dika në shpirt edhe në zemër, le me patë shumë kujdes se kjo është shumë gatë nuk shëron.